Gjysma e Ramazanit kaloi, pa undjerë, pa bujë. Disa u lodhën, disa u mësuan, disa ende su ndalën nga brenda. Ramazani nuk të pyet sa ditë i mbajte, të pyet çfarë po mban ende në zemër. Gjysma e dytë nuk është vazhdim i zakonit, është mundësi e re për me u përmisu, për me ndreq atë që su ndreq deri më tani. Profeti Zotit Muhameti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, i shtonte përpjekjet në ditët e fundit, sepse e dinte se fundi e peshon rrugën. Nëse deri sot ke lëshuar diku, mos u ndal. Gjysma e dytë është përkthes. Edhe një hap i vogël sot vlen më shumë se shumë premtime nesër. Ramazani ende është këtu dhe ende ka